Kupa e Shqipërisë në futboll kualifikohet flamurtari ndërsa Orikubi largohet nga kompeticioni. Pas ndeshjeve të kombëtares shqiptare është rikthyer këtë të mërkur futbolli në vend duke nisur me turnin e parë të Kupës së Shqipërisë. Flamurtari ka kaluar për mëtej duke eliminuar pa vështirësi ekipin e Naftari të Kuçovës në shifrat 5-0. Në takimin e luajtur në fushën sportive të Orikubit, ekipi flamurtarit ka shënuar një gol në pjesën e parë, ndërsa ka shënuar dhe plot 4 të tjerë në 45 minutat e dyta, duke siguruar kështu kalimin në turin tjetër të Kupës së Shqipërisë. Nga ana tjetër, Oriku nuk e ka dalë, teksa është poshtur në shifra 2-0 në transfert në Gjirokastrës përballë luftëtarit vendas. Në fakt, për ekipin e Orikut, vëmendja kryesore mbetet kampionati dhe jo kupa, aty ku këtë vit kërkon ngjitjen dhe rikthimin në kategorinë e parë. Pas ndeshjeve të Kupës së Shqipërisë të luajtura në mesjavë, në fundjavë do të rikthehet edhe kampionati kombëtar i futbollit. Flamurtari për A Bisnet Superiore do të luajë të dielën në Vlorë përballë Partizanit, duke sjellë debutimin e trajnerit të ri Francesco Moriero përpara publikut vlonjat. Një ndeshje ku flamurtari do të kërkojë vetëm fitoren për t'u larguar pozicionit të vështirë aktual në renditje. Ndërkohë Oriku luan po për kampionat në fushën e vet ku do të presë ekipin e Tomorit për të vijuar kryesimin në grupin B të kategorisë së dytë.